Afërdita nuk ka ndonjë informacion tjetër përveç se po fillon. Megjithatë kemi zonën Pantina e cila sapo ka arritur këtu. Zona Pantina, të falenderoj shumë për kohën. Faleminderit. Çka presin prej kuvendit sot? Unë pres me fitu demokracia në LDK. U përmendën shumë presione, a ka pasur presione që janë bërë ndaj delegatëve, qoftë zyrtarisht, qoftë edhe personalisht? Po, te unë nuk më bësh asnjë lloj presioni, ndoshta për faktin se unë qëndrimin tim e kam bërë publik tashmë që disa ditë. Unë kam dëgjuar se ka pasur joshje të delegatëve për pozita të ndryshme, megjithatë mendoj që në fund ditës është një lloj fushate dhe deri dikun përderisa ajo mbahet brenda një etike të caktuar, është edhe normale që njerëzit i thrasin delegatët dhe të mundohen të ja mbushin menjen. Por ajo çka unë gjykoj që nuk është e drejtë është joshja. Zotri Zemaj, po ashtu edhe zotri Gashin nuk e mohuan një mundësi që mund të votohen për kryetar të kuvendit, për kryetar të LDK-s. Ani pse nuk thanë se është momenti i duhur. Pra, a mund ta mbështesni njërin prej tyre nëse zyrtarizojnë kandidaturën e tyre? Kjo është një fazë tjetër, ta shohim një herë si po shkon procesi, pastaj për mua nuk kanë rëndësi emrat e përveçëm, kanë rëndësi se çfarë do të përfaqësojnë ata, si e shohin ata të ardhmen e LDK-s si fituese, sepse çështja është se si më nxjerr LDK-n si partinë e parë, si partinë fituese dhe LDK-s i duhet një leadership, jo vetëm një emër, por një leadership që ka edhe një vizion, ka edhe kapacitet dhe është i pëlqyeshëm po ashtu edhe për votuesin kosovar dhe e nxjerr LDK-n fituese dhe e ndron pushtetin Kosovë sepse në fund ditës qëllimi ynë është Kosova dhe aktualisht Kosova po vend numëron. A pritën të jenë votat për shkarkimin e Lumir Abdixhikut? E shohim sot së shpejti do ta shohim. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Kaloni mirë. Atëherë Hajde, shkurt. Po, shkurt.